Jam përtheth për paketën e maleve dhe një pjesë të territorit tonë në disa zona të Shqipërisë ka një problem me faktin që njerëzit nuk e kanë njohur ligjin e ndarjes tokës në fillim vitit 90, ligjin 7501, i cili nuk është pranuar për arsye se në vend se të pranohet ajo ndarje proporcionale sipas ligjit asaj kohe, është rënë dakord mes veti, mes banorëve, mes komuniteteve që ndarja e tokës të bëhet në bazë të trashëgimisë dhe aty ku kanë qenë kufit e vjetër. Dhe në një pjesë të konsiderueshme të këtyre territorëve ka dakordsi, nuk ka konflikt. Pra, trashëgimtarët e kanë tokën. Por ka një problem. Duke mos e pas pranuar 7501, nuk e regjistrojnë dot tokën. Duke mos e regjistruar dot tokën, mund të ushtrojnë aktivitete në atë tokë, por nuk mund të kenë asnjë lloj të drejte nga të drejtat që jepen me ligj për ta zhvilluar tokën. Nuk kanë akses në financim, sepse nuk mund të marrin dot një kredi në bankë, nuk mund të marrin dot një mbështetje nga institucionet publike me grante, me subvencione, sepse nuk janë pronar me një titull pronësie. Pra, në letra nuk ekzistojnë. Në realitet janë atje. Dhe kështu nuk zhvillojnë dot një ekonomi të vogël bujqësore, elektorale, nuk bëjnë dot asgjë përveçse me të ardhurat e tyre. Dhe edhe atë në një situatë ilegaliteti, sepse nuk marrin dot leje ndërtimi. Këtë gjë e kemi hasur në mënyrë të vazhdueshme, kemi bërë shumë përpjekje gjatë viteve, sepse është një stres reale e një realiteti që është jashtë realitetit që mbulon ligji. Dhe jemi përpjekur të adresojmë me një ndërhyrje tjetër në të ashtu quajturin ligj të ri 2020, por edhe aty nuk ja kemi dalë që gjëja të shkojë në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë, sepse ka shumë mekanizma që na kanë penguar ta bëjmë të gjë. Atëherë, këtu lind paketa e maleve. Janë pafund ata të cilët e kanë tani më të qartë që malet, që territoret e zonave rurale që janë larg qendrave të zhvillimit, janë një potencial jashtëzakonshëm për ekonominë familjare, qoftë dhe duke hapur derën e një shtëpie të braktisur pas një rindërtimi të thjeshtë për të bërë një bujtinë. Dhe për ta është mundësia që me paketën e maleve ta bëjnë realitet këtë gjë. Në të kundërt do duhet të rrinë në këtë gjendje në limbo, në pezu, midis një ligji që nuk e njohin, sepse ndërkohë pronën e kanë ndarë me zakon dhe nuk kanë konflikte. Një ligji 2020 që është i komplikuar sepse kërkon dakordësira nga më të
ndërlikuara të shumë njerëzve, dhe ata shumë njerëz është shumë e vështirë edhe të gjenden, dhe të bëjnë bashkë, sepse nuk janë aty të gjithë, disa janë aty, disa janë në Europë, disa janë në Amerikë. Kështu që me këtë paket, secili që do të zhvilloj pronën e tij, pronën e trashëguar të tij. Pra këtu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Se dhe kjo e shitjes është një histori në vete, por nuk është për këtë shitje në kjo bisedë. Këtu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Okay? Këtu jemi në kushtet kur njerëz të cilët kanë një pemtore, të cilën e mirëmbajnë prej vitesh, dhe për të cilën kanë pamundësi që të kenë letrat pikërisht për arsyet që thash, mund të pajisen me një leje për të bërë një agropërpunim. Këtu jemi në kushtet kur mira emigrant kanë shprehur interes, sepse duan të investojnë, sepse kanë kuptuar që turizmi në Shqipëri është një histori ekonomike shumë domethënëse, që do të shkojë duke bërë gjithmonë më domethënëse për ata që do të investojnë si duhet dhe që do të investojnë në eksperiencë, në përvojë, në eksperiencën dhe në përvojën e Shqipërisë, që është më thellë se sa qyteti, se sa Bregdeti e kështu me radhë. Dhe paketa e maleve është një politik për njerëzit. Është një politik për të drejtën e pronës. Është një politik për të drejtën e zhvillimit të pronës. Është një politik që i shkon për shtatë. Të gjithë atyre që për shumë e shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar, ta kthejnë në një titull mbi cilin të shkojnë në një bankë, ta kthejnë në një mundësi për të vendosur një kolateral dhe për të zhvilluar më tutje, e të tjera, e tjera. Tani, çfarë do me thënë të anullohet paketa e maleve? Do me thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz, e gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo, të mbeten pezull. Pse? Sepse disave, që thash malet i shojnë nga qyteti, se unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paket, që çohet dhe thot kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na zhvesh nga dheu, e tjerë. Nuk janë ata që e thonë këtë, ata mezi e presin. Dhe kjo është rezultati shumë bisedave, i shumë përpjekjeve. Nuk është diçka që lindi sa hapen mbyll syt. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Akt tradhtie nga unë. Unë tradhtar. Një temë tjetër kjo. Kështu që se shoh dhe komentet tu, është habi e madhe, thot një blerta këtu, një vend i kaq i mrekullueshëm, tham po na ban një Zvicër të vogël, flitet për paketa si lodër. E pra, blerta, Zvicrën e vogël e ndihmon dhe kjo paket. Se çfarë është Zvicra e madhja? Zvicra e madhe është një vend ku përveç shumë gjërave të tjera, në këtë aspekt për cilin ti referohesh, pra tek malet, ka turizëm. Dhe nuk ka turizëm thjesht të njerëzve që marrin një shkop në dorë dhe vetëm ecin, po ka turizëm elitar, të njerëzve që shkojnë atje dhe konsumojnë shumë para.
Dhe prandaj fshatrat e Zvicrës janë aq të pasur. Edhe për këtë arsye. Dhe si bahet kjo Zvicra e vogël, sipas teje Blerta? Kjo Zvicra e vogël, sipas meje, nuk e di sipas teje, bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerët në Londër apo në Athinë apo në Myni ose në Tiranë apo në Shkodër apo në Kukës në qytet. Për t'i dhënë mundësinë shumë të rinjve që janë trashëgimtar të atyre pronave në male, që t'i kthehen maleve. Jo për nostalgji, as për t'u bërë murgj,